I njohur si gazetari i familjes Veliaj, Mero Baze, në rrethet e tij të ngushta shoqërore në Tiranë, ka paralajmëruar lirimin e kryebashkiakut Erion Veliaj nga burgu. Sipas Mero Bazës, përtej ndryshimeve në kod penal nga qeveria dhe parlamenti, të cilat mund të sjellin reagime të forta në Bruksel apo dhe nga opozita, janë zgjedhur rrugë të tjera dhe Erion Veliaj pritet të dalë së shpejti. Baza e ka theksuar se ndryshe nga herët e tjera, ka pasur lëvizje të forta afër gjykatës kushtetuese, si dhe është gjetur një formë tjetër nga gjykata e lartë. Në gjykatën e lartë, në fakt, është miku i Mero Bazes, Sokol Sadushi, dhe CNA ka të gjitha faktet dhe provat se si Mero Baze ka ndërhyrë pranë stafit ton për të hequr shkrimet ndaj ish drejtuesit të magjistraturës, Sokol Sadushit. Ky fundit u nxorr nga drejtësia nga dritarja dhe më pas nëpërmjet instrumenteve të ndryshme, pa kaluar një proces të qartë vettingu, siç ndodhi me prokuror, gjyqtar, magjistrat e të tjerë, u bë kryetari i gjykatës së lartë. Sot Sokol Sadushi qëndron atje lart me mbështetjen e Mero Bazes dhe pushtetit dhe qeverisë Rama. Sot Sokol Sadushi është atje lart për t'i dhënë shpërblimin dhe ka filluar të jetë një instrument për të nxjerrë nga burgu kryebashkiakun Erion Veliaj. Sipas të dhënave që CNA ka siguruar, Sokol Sadushi ka zhvilluar disa takime duke përdorur termat e kryeministrit në lidhje me paraburgimin apo pafajësinë, prezumimin e saj. Sadushi gjithashtu ka dalë me vendime që CNA do t'i sjellë dhe ka mundur t'i sigurojë pas deklarimeve të Mero Bazes të bërë në rrethet e tij të ngushta se Erion Veliaj do të dilte së shpejti. Skema është e qartë që të dalë Erion Veliaj, po përdoret kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi.